Kampionat evropian të çfarë do grup moshe në Kosovë mungon infrastruktura. Kur I kemi organizu garat në Pallatin e Rinisë, kem pas mjaft vështirësi. Ne si Kosovë vjen keq që nuk kemi infrastrukturë të zhvillume si në shtetet në rajon, mos të folim në shtetet evropiane. Nuk kemi mujtë me tani për arsye se jemi ngushtë shumë me palestër. Me mungesën e infrastrukturës shkaktojnë probleme të mëdha në besimin edhe nga federata ndërkombëtare. Përveç që na mungon infrastruktura sportive, na mungon edhe infrastruktura e akomodimit. Po sa I përket organizimit të garave të nivelit të lartë, do të thotë nga kupat evropiane, kampionatet evropiane, botërore, grupmoshave të ndryshme, unë me përgjithësi mund të them që në Kosovë, sa I përket sportit të judës, për sportet tjera s'mund të flas, infrastruktura mungon. Do të thotë maksimumi që mundëm ne me organizu si sporti judës në Kosovë janë kampionatet ballkanike, eventualisht ndonjë kup të grupmoshave të reja të nivelit evropian. Përndryshe kampionat evropian të çfarë do grupmoshe në Kosovë mungon infrastruktura. Unë besoj që për gjitha sportet, disiplinat sportive, kushtet edhe infrastruktura janë elemente kyçe për marrjen përsipër të organizimeve ndërkombëtare, të organizimit të garave ndërkombëtare. Njësoj është edhe për federatën e ping-pongut. Duke filluar prej hapësirës, prej ndryshimit, prej dyshemes, prej aspekteve tjera pastaj përcjellëse të infrastrukturës rrugore, sigurisë që ofrohet për pjesëmarrës, e deri te hotelieria dhe ushqimi, të gjitha këto duhet të arrijnë një nivel të caktuar që e kërkon edhe Federata Botërore e Ping-pongut, e në këtë drejtim nuk është as pak e lehtë. Ne këtë vit, kur I kemi organizu garat në Pallatin e Rinisë, kem pas mjaft vështirësi, por me një angazhim të madh të federatës, kemi arrit me organizu në mënyrë suksesshme. Infrastruktura në sport është shumë e rëndësishme, domethënë është numër 1. Jo vetëm në boks, por të gjitha sportet. Për arsye se ne si Kosovë vjen keq që nuk kemi infrastrukturë të zhvillume si në shtetet në rajon. Mos të folim në shtetet evropiane, por në rajon. Për shembull, në rajon në qytet ose kryeqytet, sidomos Prishtinë që morëm, ne kemi 2 palestra. Ne kemi Pallatin e Rinisë dhe një tetorin. Ndojmë përgjithësi jemi larg me infrastrukturë të cilat nevojitet për sportin e Kosovës. Për shembull se mua në kongrese evropiane e botërore, mua jo që kemi kërku në të mojmë një ngjarje ndërkombëtare, po ndoshta edhe më ka thuar na e meritojmë, kemi punu shumë për boks që sa vite në çështën e dëshkit do të jam një ngjarje e madhe. Sidomos ballkanike pa problem mesdhetare, lojra mesdhetare dhe kampionatet evropiane U15, 17, 19 pa problemi morëm, por nuk kemi mujtë me tani për arsye se jemi ngushtë shumë me palestër. Infrastruktura është një faktor kyç për zhvillimin e aktiviteteve ndërkombëtare, duke ditur se me infrastrukturë të zhvilluar tërheq shumë edhe aktivitete ndërkombëtare, ndërsa e kundërta që mund të themi se me mungesën e infrastrukturës shkaktojnë probleme të mëdha në besimin edhe nga federata ndërkombëtare. Një infrastrukturë e mirëfillt shton besimin e organizatave ndërkombëtare për dhënien e eventeve të ndryshme ndërkombëtare, siç janë ato evropiane, por edhe botërore, por të cilat ne si federat po hasemi vazhdimisht me problemet e njëjta. Është e pamundur që të merren organizime të nivelit të kampionatit A, siç janë në kuadër të federatës internacionale, pasi që kërkohet kushte të rrepta, kushtet infrastrukturore të palestrave, po ashtu edhe kushtet e hotelerive, të cilat për momentin në Kosovë nuk I plotësojnë kushtet. Përveç që na mungon infrastruktura sportive, na mungon edhe infrastruktura e akomodimit, se për një kampionat evropian duhet të sigurojë minimumi 1000 dhoma. Do të thotë është problem edhe në Prishtinë si kryeqytet,
që ka numrin më të madh të hoteleve, është problem të rezervojmë 1000 dhoma për organizimin e ndonjë ngjarje të tillë.